kemi moment tjetër ku reforma ndërsi ka dështuar, si pas jush, për të kaluar pastaj te një pikë që është gjithmonë po bushat? Mos u merr me spakun. E kupton që këta palaço na kanë bërë ne këtu të diskutojmë 2 vjet në studio, i takon PD-ja Enkeleda Libejait apo jo. Se jepte drejtësia, non stop vendime janë këto PD-ja, shkonte Juri Kimi, këto janë PD-ja, e kupton? 2 vjet është marrë gjithë ky vend që mos PD-ja është Alibes. Po pse reforma solli këto? Do tjetër? Ata gjykatës që ishin korruptuar madje. Do tjetër. Që ka heq vetingu. Gjykata apelit, gjykata lartë, to janë marrë sistemi që kemi pas. Ai sistem. Nuk është gjyqtarët e drejtësisë reformuar e bën këtë. E bën ata gjyqtarë që ishin. Ai sistem. Ai që ka qenë. E para. Disa gjyqtarë që kanë kaluar. E dyta. Kjo. Apo do. Jo, vazhdo. Po edhe mos ndërpret. Jo, po se ti qesh tani, po ju ndërpret. Bushat. Po, dhe yt një debat. Okej. Po të vazhdoj Bushat, po. Se duket si estradë pastaj. Shife këtë rastin e kësaj, mama. Irena Gjoka fiton falso vetingun. Të riqet ai, komisioneri shkallës 2, kur dihet si e kishte dosjen. I kanë dalë gjithë letrat. Është njeriu që ka bërë gjithë gjyqjet politike në këtë vend. Dhe s'është puna, sa ajo mund të jetë kamikaze. Në drejtën e vet, vlla do të jetë kamikaze. Po kamikazliku kësaj tregon që s'funksionon as prokuria e përgjithshme, jo spaku. I duhet 2 vjet të jetoj. As Këshilli i Lartë i Gjyqësorit, që mori atë vendimin e turpshëm. Pra, kemi një drejtësi të kapur totalisht dhe kur i bëjnë gjërat dhe shkeljet aq flagrante për gjëra që janë syt publikut që diskutohen në media, mendot që bëjnë këta pastaj qytetarit të thjesht në heshtje. Dhe unë, kur nuk mere me spakun, them këtë oret, sa vjetë u bëj që në 2016. Ore më thoni më gjeni një me numër 1, për shembull një qytetar që të ketë pas një konflikt toke, për një pallata, për një ndërtim në jug, me një oligark dhe ta ketë fituar. Se kjo do ishte drejtësire. Po. Zero shembuj. Pra... Se më kanë shkuar oligarkë, më kanë shkuar në hetim, jo, po spak. Po them, ti ke këtë breakdet aty që kanë kapur një tuf, që janë dhe në lidhë me politikën. Po e zero. Ta mbaroj. Po Gjaçka është politikane, është oligarke edhe po dhe nuk është... Po flasim për drejtësinë përgjithësisht, se spakun do ta specifikoj tani. Po për spakun po flasim. Do me thënë, jo, po këtë rast se kisha për spakun, ne kisha një biznesmen i madh për një konflikt ore. Me një punëtor që bie nga skela dhe vdes dhe të mbaj dikush përgjegjësi. Do me thënë, këto kur e bëjnë zullumin aq hapur për çështje që janë sytë e publikut, për çështje që për shembull gjykata në këtë rast mund dalë në përfundimin që ravet do të bëjmë një dallim. Domethënë se të gjitha këto që rreshtohet i qëndrojnë, po ai solli reforma këto apo ishin probleme që ishin? Dhe reforma nuk i eliminuar. Reforma bëri më mbrapa, i çoi probleme më mbrapa. Ne kemi drejtësi po aq të keqe përpara, po ndërsa përpara, para reformës i thoshte dhe Ramës dhe Nanos dhe Berishës vidhni se jeni të paprekshëm, tani është po ka që keqe, por po e përdor politika vetëm për të njëjtën palë. Dhe kjo drejtësi ka fuqizuar di Ramës, ka që thjesht. Bushat, do më thënë që unë jam dakord me pirgun e dosjeve që nuk janë hetuar dhe këtu ka shumë drejt ylli, këtu është një skandal i madh. Dhe ky skandal ka ardhur sepse këta, Rama, Berisha, e kanë penguar madje edhe PD që ishte, e kam penguar këtë reformë që të zhvillohet në kohë. Se duhet qenë se kam pas frikë për vetë në vetë. Në kohë në hapësirë, ai e merr gjykatën dhe ato i sjellën në Tiranë. Ne kemi me vite pa gjykatë lartë, pa gjykatë kushtetuese. Pse? Sepse nuk ngriheshin institucionet e reja. Tani në këtë e kanë penguar. Pra. E ka penguar se gjithë ato djegjet që bëri vetingu nuk dogji vetëm njerëz të korruptuar, po dogji dhe njerëz duke u nisur politikisht, dhe sot i ke shembujt
flagrant, prandaj ta përmenda Irena Gjoga. Dhe ti kur djeg njerëz politikë... Irena Gjoga për mua është muhabet politik më shumë, nuk është një... Unë nuk e di, nuk kam hyrë me otësi, por nuk shoh një problem të madh aty, se nuk... Me sa shoh unë, aty diskutohet për një problem që ka kaluar kufirin, e ka bërë me vizë falso, po jo, këtë nuk e dim se ka një vendim ajo se ka ditur. Këto merret Berisha se ka hallin që të godasi... Meru ti, se tani nuk thuash dhe se njoh, po së gjë e madhe. O njeh ose njeh. Po se unë nuk mund... Pra, aty janë një... Ne nuk ndim dosjen, realisht. Po pra unë e kam parë. Kam marrë mundimin, e kam parë dhe prandaj e sjell si shembull. Dhe aty janë djegur njerëz, prokuror apo gjyqtar, se si kanë pranuar që i jati t'i jep të parat birit, i ketë pa justifikuar. Po pra, ke parat. Po, kurse njerëz si kjo, në formularin e dekriminalizimit kanë gënjur hapur dhe... Tani kjo duhet e tuar, e ka ditur se ka ditur. Se kanë dalë dokumentat. Pra... Dokumenta që ka i pas avokatin. Po dërsa ke marrë avokat për një çështje, do me thënë që... Po e dim që e ka pas për këtë, apo për... Po pra se ka dalë letra për qa i ka bërë noterinë avokatit. Do me thënë, mos i brojmë të pambrojmë. Për faktet nuk se gënjejmë. Do me thënë... E kam tek fakti që kur flasim për drejtsinë e re, ne do diskutojmë pjesën risi të kësaj drejtësie. Pra ka dy probleme që ka sjellë drejtësia, ose dy gjëra. Një, pirgun e dosjeve të cilat nuk janë shqyrtuar dhe kjo ka sjellë vonesa në gjykim të cilët vërtet ka një kosto të madhe dhe të tmerrshme madje për qytetarët. Por nga ana tjetër, kemi edhe këtë pjesën tjetër që po hetohen sot për herë të parë, që është pjesa e SPAK-ut dhe GKK-s, njerëz të cilët deri dje kanë qenë të paprekshëm dhe kjo drejtësi e re i ka çuar ata përpara përgjegjësisë. Pra kjo drejtësi e re ka rrëzuar mitin e paprekshmërisë. Dhe njerëz shumë të fuqishëm tallur me mitin e paprekshmërisë. Po mirë më fal, gjithë njerëz ish ministra që janë nëpër burgje. Kjo po trëmb Ramën sot, molla, kjo drejtësire. Kishe një tjetër për këtë? Unë gjithmonë prandaj krahasoj me atë drejtësinë e plepave. Pse u korruptua drejtësia viteve 92-94, se ishte i drejtësi që e komandonte Saliu dhe thoshte duam burg Nanon, duam burg Idajet Beqirin, ata i bënin shërbimet dhe pastaj punonin pjesën tjetër për xhepin e vet. Një drejtësi që e komandon politika edhe fundin do e ketë korruptuar. Dhe ne po shohim të njëjtën fabul të përsëritur në mënyrë tragjike. Po më them se është e njëjta gjë. Po për mua është më keq. Kjo sa ajo tjetra? Se plepat, po. Po mirë, cilin zëvendës kryeministër ka dënuar plepat? Ore nuk zgjidhet asnjë gjë. Po të shkosh për një problem. Ore, problemi një prone, oj dashur. Problemi një prone, është një problemi etik për një qytetar drejtu, jam me ty këtu. Po janë shumë këto. Kjo është njëra pjesë. Dhe reforma këtu duhet, mo e. Jo të vi Marizalin, kjo Jurikimi, dhe thot bëj këtë se duhet kjo. Bemo dhe atë. Po kjo ti nuk bën thelbësoren. Ty të ka dështuar, zotri, ajo që quhet reformë drejtësi. Këtu ke të drejtë. Reforma për popullin shqiptar, për 99.7%. Dashi? Ajo që po thash më burr, tani pyetja tjetër është kjo. Drejtësia. Ta mbyll një fjali që me që e shtrove këtë. Po mbyllë më po. Jam plotësisht dakord në pjesën në pra kjo drejtësi e re ka vonuar gjyqet të cilat kanë sjell kosto të tmerrshme për qytetarët. Por ne nuk mund ta akuzojmë për politizim këtë drejtësi të re. Pra kjo drejtësi e re, për qytetarët ka rezultuar problematike. Kemi diskutuar po për politikën ka bërë sukses pa imagjinuar.